Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Qeveria shqiptare rikonfirmon mbështetjen për ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Ministria për punët e jashtme dhe Europën Elisa Spiropali takoi në paraburgimin e gjykatës speciale në Hag ish presidentin Hashim Thaçi. Më vjen mirë që gjeta presidentin Thaçin në gjendje të mirë, ndiqte zhvillimet në Shqipëri edhe në Kosovë, sigurisht me dëshirën për të parë dy vendet tona sa më mirë. Përmes rrjeteve sociale, ministria Spiropali apelon për një proces të rregullt dhe të drejtë ndaj shkrerëve të UÇK-s. I shpreha mbështetjen e Ministrisë Jashtme të Qeverisë Shqiptare të Kryeministrit Rama për një proces të rregullt dhe të drejtë, i cili në fund të prodhoj drejtësi historike dhe jo padrejtësi historike. Ne urojmë shumë që ai vendim i pjekurisë shtetërore të Kosovës për të votuar dhomat e specializuara dhe gjykatën speciale të mos kthehet në të kundërtën e vet, por të respektoj procesin e rregullt ligjor, të drejtat e njeriut. Ishte Elisa Spiropali, ministre e jashtme e Shqipërisë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Presidentja e Kosovës kërkon reagimin e institucioneve ndërkombëtare për plagosjen dhe më pas rrëmbimin nga Xhandarmaria serbe në Leposavić, të një shtetasit të Kosovës me kombësi serbe. Përmes rrjeteve sociale, Vjosa Osmani deklaroi se kjo ngjarje është një dëshmi shtesë e qasjes së saj hegemoniste, ku çdo qytetar që guxon të flasë të vërtetën rreth regjimit autokratik të Vučićit sulmohet dhe torturohet në mënyrën më barbare të mundshme. Mëtej ajo shkruan se bota demokratike duhet të reagojë të ndalojë këto sulme të Serbisë, që kanë për qëllim rrezikimin e paqes dhe stabilitetit në rajonin tonë. Policia e Kosovës konfirmoi se një serb dyshohet se është plagosur në zonën e Leposavićit dhe më pas është rrëmbyer nga Xhandarmaria serbe. Ngjarja ndodhi në datën 1 nëntor, brenda territorit të Republikës së Kosovës në afërsitë e Leposavićit, në vendin e quajtur Pika Zero në mes të Republikës Kosovës dhe Serbisë. Pas hetimeve të ndërmarra ka rezultuar se disa persona të maskuar kishin hyrë në territorin e Republikës Kosovës duke plagosur dhe rrëmbyer viktimën. Më pas ata e kanë dërguar me një autoambulancë në drejtim të qytetit të Nishit në Serbi. Për rrëmbimin e një serbi në territorin e Kosovës reagoi ministri i detyrë i punëve të brendshme. Xheler Zveçla tha se Serbia po vazhdon me veprimet e saj destabilizuese ndaj Kosovës, duke cënuar hapur integritetin territorial. Ky është një akt i përsëritur dhe i pandëshkuar 2 vite më parë. Pjesëtar të njësive speciale të Serbisë hyn brenda territorit ton dhe rrëmbyen 3 pjesëtar të policisë son, pas kësaj ndodhi sulmi terrorist në Banjsk. Në anën tjetër është e vazhdueshme politika e terrorit dhe dhunës që ajo ushtron në vazhdimsi me figura që nuk pajtohen me politikat agresore të Aleksandar Vučićit, shkruan Xheler Zveçla. Ai pashtu deklaroi se kjo qasje agresive dhe provokuese e Serbisë është e papranueshme. Misioni i NATO-s në Kosovë konfirmoi se është në dieni rreth njoftimit të policisë se një serb i Kosovës dyshohet të jetë plagosur dhe rrëmbyer nga Xhandarmaria e Serbisë brenda territorit të Kosovës. Në deklaratën e saj, KFOR konfirmon se situata e sigurisë në vijën kufitare administrative është e qetë. Policia e Kosovës ka nisur hetime dhe vazhdon të jetë në kontakt të ngushtë me disa entitete përfshirë KFOR-in, është thënë në përgjigjen e këtij misioni, ndërsa autoritetet në Serbi nuk kanë reaguar rreth kësaj ngjarje. Raportuesi në Parlamentin Evropian për Serbinë është treguar kritik me qëndrimin e Bashkimit Evropian ndaj Beogradit. Sipas tij, qëndrimi i Komisionit Evropian ndaj pushtetit të presidentit serb Aleksandar Vučić ka qenë padrejtësisht i butë. Sipas tij, për vite me radhë Brukseli ka injoruar shenjat gjithnjë më të qarta të forcimit të autokracisë në Serbi dhe dukuritë që lidhen me të si korrupsioni, dobësimi i institucioneve të shtetit të së drejtës dhe braktisja e vlerave themelore mbi të cilat mbështetet rendi evropian. Në lidhje me kërkesat e studentëve që po mbajnë bllokadën që pushteti të shpallë zgjedhje të parakohshme parlamentare, Pikula tha se nuk ka arsye të besohet se zgjedhjet e mbajtura në këto rrethana do të ishin të lira dhe të ndershme, pasi autoritetet në Serbi nuk kanë përmbushur thuajse asnjë nga 25 rekomandimet e vëzhguesve ndërkombëtar. Një ditë më parë, Aleksandar Vučić deklaroi se zgjedhjet parlamentare në Serbi do të mbahen para afatit, por pa specifikuar se kur. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, tha se reduktimi i mbikëqyrjes ndërkombëtare në Bosnjë dhe Hercegovinë mund të ndodhë vetëm kur vendi të ketë kapacitetet e nevojshme për të marrë vetë vendime.
Gjatë një vizite zyrtare në Sarajev, Kalastase, ngjarjet e fundit në Kuvendin Popullor të Republikës Srpska paraqesin një mundësi të re për të qetësuar tensionet politike. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme mund të rivendosin besimin tek autoritetet lokale. Qytetarët e Bosnjë dhe Hercegovinës meritojnë një shans për stabilitet dhe një shans për të marrë frymëlirisht tha përfaqësuesja e lartë e Unionit. Kalla tha se Bashkimi Evropian ju përgjigj kërcënimeve ndaj rendit kushtetues të Bosnjë dhe Hercegovinës në muajin mars, duke forcuar trupat evropiane në këtë vend. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.